sepse Zhani përfaqëson alternativën e ndryshimit. Përfaqëson alternativën e një jete më të mirë për Ersekën, për të gjithë qytetarët e saj. Prandaj, ju ftoj të gjithëve që këtë entuziazëm që keni këtu, ta përçoheni të gjithë njerëzit, të gjithë qytetarët. Me qëllim që me 8 maj fitoria të jetë e thellë, që ndryshimi të jetë i thellë, që dhe cilësia e jetës të jetë më e mirë. Atë e propozon një koalicion i cili tashmë është konfirmuar si koalicioni që e çon Shqipërinë çdo ditë përpara. Është ky koalicion që i ka sjellë stabilitet Shqipërisë, që rrit çdo ditë ekonominë e Shqipërisë, që e bën Shqipërinë, qytetarët e Shqipërisë të lëvizin pa viza në Europë, që e bën Shqipërinë një partnere të rëndësishëm në rajon, në Europë dhe në botë.